Trupi i 45 vjeçares në Vlorë u gjet pas 2 vitesh akuza fqinjet e vran familjarët. Trupi 45 vjeçares në Vlorë u gjet pas 2 vitesh akuza fqinjet e vran familjarët, që prej shkurtit vitit 2023 Feziko Bejko nga fshati Tërbaçi Vlorës humbi kontaktet me familjarët bashkëshorti i saj. Tregoi asokoj se gruaja pasi piu kafen e drekës doli nga shtëpia për të mbledhur dru dhe nga ai moment nuk u kthye më. Pavarësisht se kërkimet u zgjeruan për muaj të tërë dhe më pas për vite në të gjithë zonën, së bashku me forcat zjarfikse dhe policin, nuk u gjet asnjë gjurmë prej saj. Familjarët në atë kohë shprehën se nuk përjashtoi mundësia që ajo të kishte kryer vetvrasje. Sipas tyre, në familjen me 4 antar nuk ishte pasur asnjëherë konflikte. Në datë 1 tetor, specialistët e komisariatit policisimar referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi në fshatin Tërbaç më datë 1/10/2025 një banor i zonës kishte konstatuar disa mbetje kockore, mes tyre dhe një kafë të dyshuar njerëzore. Mbetjet u dërguan në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminim. Djali i ndjerës në një komunikim me një emision televiziv u shpreh se pas këtij njoftimi nisën kërkimet për gjetjen e pjesës tjetër të trupit, të cilën arritën ta gjenin së bashku me disa sende personale. Ai deklaron se është i bindur se trupi përket nënës së tij. Nga ana tjetër, në studio ka mbërritur Fatmir Muho, një personazh që pretendon se po akuzohet nga familjarët për vrasjen e gruas dhe kërkon ta bëjë shqetësimin e tij publik. Ai pohoi se akuzat janë në shenjë hakmarrje pasi ai denoncoi si familje, ndërsa ai akuzoi ata për vrasjen e nënës kryefamiljarit. Më mori në telefon djali i saj dhe më tha ku je, urgjent, se ka humbur vezikoja. Ai më tha se më morën në telefon dhe më njoftuan dhe më shtoi. Unë e prisja një gjë të tillë, të gjithë ishin të alarmuar, nisën kërkimet. Kur shkuam në një kodër, gjetëm një sapat. Erdhi policia, kërkime me dron. I thash policisë që ta sekuestronte sapatën. Gjetëm një paket cigare të hedhur. Njëri nga punojësit e policisë tha për mua: ai kush është? Para shumë vitesh e kam denoncuar për vrasjen e nënës së tyre, Vjerës së Vezikos. Nëna e burrit të kësaj u vra. E kam denoncuar pasi ajo kishte disa dite nëna ime dhe thoshte ata do më vrasin, më kanë thyer brinjët dhe e vran. Edhe skedën e vdekjes e akuzuar ishte Vezikoja. Ajo nuk ishte probleme të shëndetit mendor, por kishte atë pjesën e epilepsisë. Ajo akuzua tërthorazisht së bashku me burrin e saj. Skeda e vdekjes dhe shkaqet e vdekjes në lidhje me nënën e plotsoi një infermiere se nuk ua mbante të shkonin tek mjeku. Gjithë skenari se si e sollën të vdekur nga dhërmiu është e tmerrshme. Më dilte policia e shtetit para, vjen dhe më thëret polici Artan Bedini: o Fatmir, do të vish që të shkojmë pak tek familja aty. Ai doli tek shtëpia e tyre dhe shihte vërdall. Më tha: do të shkojmë të rezervuar. Pash nga liqeni dhe në atë moment punoj si policis më filmon, por më erdhi pastaj polici zonës dhe më thot: shoqyr që ishe në komunë se do të ishe kalbur në burg. Po nuk doli që këta nuk kanë dorë në ekzekutimin e nënës së tyre, do të vete unë në burg. Edhe 2 ditë para se të gjendej kufoma, erdhi shoqi dhe tha: si ka mundësi që u gjet trupi afër shtëpisë time? Për mua është vrasje pastër dhe jo vetvrasje. Kam edhe prova të tjera, do t'i jap në prokurori dhe po të doj të ambuloj. Mos të bëjnë rolin ata, se ata më kanë akuzuar, ata kanë shkuar edhe në polici dhe kanë thënë emrin tim, tha ai. Ndërkohë djali i viktimës në një lidhje telefonike poi se Fatmiri do ta psonte keq nëse vazhdonte të lëshonte akuza të tilla. Çfarë do Fatmiri aty? Njeriu u gjet dhe kaq u mbyll. Çfarë kërkon Zoti Fatmir tek ju? Mos bëni gabim se Zoti Fatmir do të përballet shumë keq me ne familjarët. Çfarë të drejtë ka Zoti Fatmir dhe çfarë problemi ke me këtë punë? Kështu na e bëri edhe për gjyshen ai. Na e ngriti nga vari gjyshen se thanë vran, por ajo vdiq nga Perëndia, tha i riu.